Për kësaj perspektive, ngjarjet që kanë ndodhur para 20 ose 30 vjetëve, një numër i madh i njerëzve i merrset mirëqena. Por sigurisht që Kosova nuk do të ishte këtu ku është, sikur të mos kishin ndodhur ato. Pjesë e rëndësishme e këtyre episodeve të zhvillimeve ka qenë Avni Klinaku, të cilin sot e kemi ftuar në komitet. Zoti Klinaku, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Sot është edhe 20 vjetori i ditës arrestimit tuaj prej forcave serbe, apo jo? Po. Për këtë do na më diskutu pak më vonë, fillimisht me të pyet për një biografi tuaj. Thuhet se karriera ka filluar në vitin 1982. Keni filluar më morë aktivisht me politikë. A keni mërri demonstratat e 81-s? Në kuptimin, a keni qenë aktive dhe në ato demonstrata apo filluar në 82-ën? Po, dhe mund të themi edhe aktiviteti në politikë fillon në 81-ën. Në 81-ën për të sqaruar shikuesit, unë kam qenë 16 vjeçar, kam qenë nxënësi vitit të dytë të shkollës mesme. Në Obiliq? Në Obiliq, po. Ato më kanë qenë protestat studentëve, do më thonë. Ato kanë qenë protestat studentëve dhe protestën e 11 marsit të neve, sikur disi në ka bo përshtypje, në ka zhulli disi për gjumi. 26 ka qenë akoma më të rënditse për ne nxënësit, dhe me 27 nxënësit e shkollës Nikola Tesla në kanë bën një farë lloj betimi që edhe ne do ta bëjmë. Kush ka qenë inspirimi ju i parë për zgjimin kombëtar, pra për liri? Kjo datën akoma më herët. Po të them drejtën, është ndoshta pak si e çuditshme, po është një libër. Një libër i lexuar nga unë Ajat Haxhiut. Shota dhe Azem Galica ka zgjuar diçka të çuditshme tek unë. Ndjen kombëtar që unë si kisha më herët, do të thonë 13-14 vjeçar. Ne jemi marrë më shumë me sport, me mësimet, dhe s'na ka bërë përshtypje. A jeni ju vllavi parë i familjes, vllavi më i vjetër i familjes? Jo, jam vllai 2 tash, kam pasur 2 vëllezër ndërmjet, por ata kanë vdekur në komunikacion dhe kam mbetur i dyti. Po ju si familje jeni marrë kështu me aktivitete politike, pra nuk jeni veç ju për familjes, edhe pjesa tjetër. Tash në tjetër. vite 70-ta nuk është përmend ajo në familjen tonë. Prej 79, 81 e tutjet. Pastaj aktivisht jemi marrë, do thonë ka qenë pjesë e jetës, dysi hyrja janë familje, hyrin shtëpi dhe na vazhdum. E në 81-ën na vendosëm me bërë demonstratën edhe nxënësit e shkollës mesme në Obiliq, dhe vërtet ja dalëm. Organizim pa mbështetjen e arsimtarëve, profesorëve? Pa mbështetjen madje nismëtarët kanë qenë në vitet e dyta, që jo pak e çuditshme se vitet e tretë e katërta na përcjellshin ne. Ata kanë qenë më tjekun, një ndonjë më shumë. Jo, se di pse, nuk e di pse, ndoshta inspiruar në kompozit edhe Dajan profesor, dhe ai gjithmonë ka fol për këto tema. Po ju thash që deri në 79-ën, kjo nuk ka qenë tema shumë aktuale përveç tek ai Daja. Ai edhe para 70-ave, po ai ka qenë për organizime të ndryshme, ilegale, Ismet Beka, profesor i kimis, edhe më kujtohet në një rast kur në vitin 1978 Jugosllavia lujke ndeshjen kryesore me Rumaninë për kualifikime. Botërore apo jonë më po. Edhe ne ishim përgatitur me pa ndeshje, edhe thëshëm po luajnë tond. Ai doja për Rumund jo po për Jugosllavi. Ai doja më na thotë janë tond bre. No, habetam çu po pyet kë, sikur kur thash në rregull diçka vuna. Do tonë janë Shqipëria, nuk janë Jugoslavia. Kur s'u ne harroj atë pjesë. Edhe sot përfaqësuesi kemi si dilema, cila është e jona, Kosova, Shqipëria. Po ngjallëm dilema, se dilema në drejtim nuk kish dash të ketë edhe Kosova dhe Shqipëria, të dyja janë tona. Po mënyra e shpalljes pavarësisë dhe shpallja e Kosovës multi etnike neve nuk na lejon me pas një kombëtar, ne kemi një përfaqësuese dhe përfaqësuese në këtë me poshtë. Përfaqësuese ka këtë bota, ka në këtë botën, dhe ato bërën kampion botëror, ato kanë përfaqësuese. Kosova dhe Shqipëria janë tona, na i mbështesim që të dyjat, personalisht i mbështesim të dyjat, ndoshta për shkak të simboleve, himnit ato, nuk po mujmë plotësisht me dhënë për Kosovën, po kryesorja na duhet ta. Kësi të rrjedha intervistës zoti Klinaku, kur vendoset me hynë LPK, edhe kush ishin drejtues e Lëvizjes Popullore të Kosovës në atë kohë, a njihni ju dikën, a ka pas Selia jo, ku mbaheshin takimet, ose si e paramendoni ju fillet e LPK-s? Para se të shkujmë të LPK-ja me shumë pak fjalë, me shumë pak fjalë dhe të regoj që pas demonstratave që krytën, Komitetin qendror kem rri. Unë kam qenë pjesëtar një organizmi, një organizate
tjetër më herët, do të në vitin 82, pas demonstrata, pas që ato u vonë vërtet spontane, edhe një farë forme edhe personalisht tonë, po edhe tjerë ndishin një nevojë vërtet me qenë të organizumë këtë drejtem. Dhe shumë shpejt, janë afru pjesëtarët e Frontit Nacional Qërimtar, një organizate ilegale, udhëhequr nga Sejdi Veseli, Ndjeri Rahman Bahtiri e tjerë, të cilët i prita shumë me vullnet, shumë me qef kur mu afru. Kjo është në 82. Në vitin 82, personin cilin kom kontaktu në ka qenë Ramadan Avdiu, pastaj Rahmandini, Shemsi Veseli, konsulli tash në Zvicër, dhe unë jam bo pjesëtari Frontit Nacional Qërimtar. Dhe si pjesëtari Frontit Nacional Qërimtar, në vitin 84 kam rënë në Burg. Cilët ishin qëllimet e atij fronti, pra çka kishit në platforma e front? Fronti, të regon emri, Fronti Nacional Qërimtar ka qenë bashkëlirimin e Kosovës dhe bashkimin me Shqipërinë, si vi ideologjike ka qenë e majta. Marksiste? Tash s'munu me thonë marksiste tu bazu prej emrit e tutje, po e majtë gjithsesi. Gjithsesi se shpëtimi atëherë nga ne, sidomos që kemi qenë në ilegalitet, ose që kemi dash çlirimin dhe bashkimin, ka qenë e bazuar në Shqipërinë, dhe Shqipëria atëherë ka qenë... Kërë keni pas referencë, ka qenë gjithmonë Shqipëria referencë, pro i këtëne lëvizjeve të majta, po keni pas në një referencë edhe prej jashtë ne ka? Lëvizjeve tilla. Televizjeve kryesore ka qenë televizjeve kryesore që merren në legalitet dhe që kanë rezistu kanë qenë ka Shqipëria. Po ka pas edhe tjera që kanë qenë të djathta, por që kur nuk kanë mund më këmbë, kur nuk kanë qenë në skenë të fuqishme. Si balli kombëtar që ka qenë më herët. Ka pas balli kombëtar, Komitet për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ka pas të ndryshme, por ato nuk kanë arrit me pas një ndikim, me bën një shtrirje këtu. Ndoshta edhe për shkak vetë të sistemit Jugoslavi. Zoti Klinoko, a ka pas edhe Shqipëria, po mënej, tash për kësaj perspektive, a ka investuar Shqipëria në këtë drejtim, që mi moj gjallë të organizata këtu? Tash personalisht unë këto së them vetëm që ka kam lexuar në këtë drejtim dhe e di që kontakte të ndryshme kam bajt me njerëz të ilegales. Ne dim shumë mirë, kemi ditë atëherë takimin e Hidayet Hysenit me pjesën e nomenklaturës së Tiranës, po edhe kadrizeka e personalitetet të tjera të ilegales së atëhershme, me ambasadat të ndryshme jashtë, ndikim sigurisht që do të ketë pas, po kjo edhe në materialet që i lexoja, të shkruara nga Tirana zyrtare, ndikimi ka qenë i pamohueshëm dhe i fuqishëm. Dhe në 84 jam arrestu, në 89 kam vujt dënimin, burg për të mitur 5 vjet, e atëherë kam rënë kontakt me LPK-n, pyetjen që e bot ju. LPK-ja është 89, domethënë ju jeni antarësuar në LPK-n 89. 89 pas daljes nga burgu. Kush është ai kontakti i parë i ju me LPK-n, domethënë? Kontakti i parë pas daljes nga burgu është gjatë vizitave që kemi pas si rregull kur dilget dikush nga burgu. Daljes nga burgu, po burgu të parë. Kur je arrestuar në parë? 84, në mars 84, dhe kam dalë në mars të 89, do të kam qenë dënuar 5 vjet për të mitur dhe 5 vjet i kam vujt, sepse kam qenë 18 vjeçar dhe në moshën 23 vjeçare. Atëherë për dënimin e kam vujt në krejt në burgjet e Kosovës. Përfundimisht kam dalë nga Gjyra Koci, tash Gura Koc. A ka qenë LPK organizata kryesore që ka bërë rezistencë prej në ato vite, domethënë edhe deri në momentin kur jeni... Në vitin 89, kur unë jam antarësu, pothuajse tjerat kanë qenë jo ekzistente. Do të më fuqishme ka qenë vërtet LPK-ja. LPK-ja, kur unë jam antarësu, LPK-ja ka pas edhe pjesën e pararojës, që është quajtur OMLK-ja. Por ç'është e vërteta aktiviteti këtë është përmes LPRK-s. Domethënë që është quajtur organizatë e masa, organizatë që merret me çlirimin kombëtar. Por për të ekzistuar, ka ekzistuar edhe pjesa e pararojës. E nëse bëjmë një farë organogramit të LPK-s, kush ka qenë udhëheci, kush kanë qenë njerëzit i kryesi, apo kush janë emnat që... Që organizimi ka pas? Për periudhën cilën po flasim, kryesorët në Kosovë kanë qenë Afrim Xhitia, Fadil Vata, Fari Fazliu, Të LPK-s. Të LPRK-s. LPK-ja ma vonë. Vizja për Republikën e Kosovës. Referomi si LPK. Për Republikën e Kosovës. Jo, edhe në atë kohë që ashtu ka qenë. Jo vetëm që referomi, më vonë bjen rëja, për shkak se gjoja kemi shpallë Republikën e tjerë dhe është ndruar në LPK. Ndërsa saj përket në perëndim, saktësisht kur nuk është ditë brenda,
Po më vonë është marrë vesh që Fazli Veliu ka qenë kryetari, familja Gjemali ose Fazli Veliu i cili është i Maqedonisë. I Maqedonisë, ashtu. Po edhe atëherë ka pas një Daja, po më duket, Daja ka këtë pseudonimin Daja, po. E nuk e di. Daja i madh, po më duket. Pak a shumë. Nuk e di. Po. Po Ali Ahmeti, po. Kjo strukturë që tashmo edhe i njohim. Emrosh Gjemali, po gjithmonë është folë që Gjemali janë kryesorë, të më thonë, Emrosh Gjemali ka lëviz gurt. Jo, Bajrushi ka qenë në përburgje. Bajrushi nuk është qenë shumë i implikum në këtë strukturë, sepse sigurisht kur ka dalë të kanë ndihmues, po di, po në këtë strukturë ka qenë Emrushi. Po. Mi ju pyeti kush e ka themelu LPRK-n? Cila kishme qenë përgjigja juj? Një emër. Paraprakisht po i lexojmë do jam që janë në internet, do thonë është përmendet Jusuf Gërvalla, Bardosh Gërvalla, Xhafer Durmishi, Kadri Zeka, Hasan Mola, Xhafer Shatri, Nuhi Sulejmani, Osman Osmani, Sabrina Osela. Asnjë prej këtyre drejt për drejt me LPRK s'ka të bëjë. Do thonë më shumë Emrosh Gjemali. Kanë themelu organizata të ndryshme që kanë qutë LPRK-ja. Na mund të them që bazën e fillimin e rrënjti ka këtu. Por jo, para kësaj për shembull Xhabir Morina ka pas organizatën Marksist Leninist të Kosovës në vitin 85 ata dhe kanë rrahur shumica në burg. Edhe pastaj pas daljes së Emrosh Gjemalit në perëndim është themelu LPRK-ja. Madje aty ka fillu edhe përçarja. Se drejt për drejt më të afërtit me themelimin e kësaj kanë qenë Hydayet Hyseni, këshilltari i që në fundi Mehmet Hajrizi. Këta janë ndoshta ata, me thonë, pinjellët e LPRK-s. Po më vonë, mas daljes së Emrosh Gjemalit ka filluar një përçarje dhe janë formuar dy LPRK. Dy LPRK. LPRK-ja me adresë dhe LPRK-ja pa adresë. Që do të thotë? Që do të thotë njëra pjesë ka menduar që një farë forme të legalizimit duhet t'ja bojmë organizatës. Dhe kanë legalizuar spokun pjesën e Zvicrës. Kanë marrë një adresë ku njerëzit mund të drejtohen. Pjesa tjetër jo duhet me vepru ilegalisht në perëndim. Në fakt revolucionaritetin nuk lejon legalizim, nuk lejon adresë. Dhe kjo përplasje ka ekzistuar. Po kjo përplasje pastaj është shtrih edhe në anën konceptuale, pjesa që ka mbet enigmatike ose plotësisht ilegale, për ose inkriminuar, ajo ashtu ka mendu, ajo është shtrih dhe ka thonë që Republika e Kosovës duhet kërkohet me të gjitha vizet. Do thotë duhet kërkohet një republikë shqiptare në kuadër të Jugosllavisë. Ndërsa pjesa me adresë, jo, Republika Krajina Autonome duhet të shpallet republikë. Këto përplasje kanë vazhduar një kohë derisa është themeluar Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila në një farë forme këto përplasje i ka qetësu, sepse ka dominu opinionin. Pjesa me adresë ka shu aktivitetin edhe ka shu në favor të Që kanë zdërë në Zoti Klinaku, po folim për kushtetutën e vitit 74, një status i avancuar i Kosovës. A ishte mjaftueshme, më ne ja pritni që kjo gjatë avanconte në atë kohë më shumë, apo se keni pa ju kushtetutën e vitit 74 dhe drejtat e shqiptarëve në atë kohë? 74 tash Pros disidenta, që keni përjetu ju? Unë 65 në kam lindë, 74 kam qenë 9 vjeqarë. Unë vetëm që kam ledzu për atë Pastaj që se vitet përjetu, 80, nuk e kam gjithsesi. Po 74-ta edhe tash ka qenë një avancim i statusit të shqiptarëve në Jugosllavi. Mirë, po në atë kohë si një pajtum të dhejtat me Po i mjaftueshëm, po. Derisa të gjitha kombet kanë pas drejtën e Republikës dhe Republika gjithmonë është lënë edhe mundësia vetë vendosjes, Kosova nuk ka pas. Me 74-të na kemi qenë pjesë e Serbisë, kemi pas edhe... Të shpesh ushtrujt si Republikë minus, për shembull nëse i ngon këta të establishmentit kohës, cilët kanë qenë pjesë aty në institucioneve, janë qenë më të egzaltuar me këtë arritje. Domethënë Kosova thonin që ka pas ingerenca si të gjitha republika, por emri nuk e ka pas. A pajtoni me deri në shpërbërjen e Jugosllavisë kjo ka qenë vetëm në nivelin teorik. Po këto tash e kemi po edhe nivelin praktik, të gjitha republikat janë mbështete, përveç asaj që s'ka republikë. Do të thotë vetëm këto po neve na mjafton. Që ajo nuk ka qenë. Pas votu pak në 89 këtu me votim pak i tërpshëm. Që të futën për suprimimin e autonomisë. Unë po të kuptoj, po problemi është që edhe në praktik u dëshmuar që ajo nuk ka qenë e mjaftueshme dhe kërkesa për republikë ka qenë plotësisht e arsyeshme dhe madje krejt aktiviteti i organizatave, i qytetarëve, i shqiptarëve ka qenë drejt republikës. Dhe mendoj që ka qenë një zgjidhje shumë e mendshme për kohën.
kërkesa që në kuadër të federatës njihet në Republika, pastaj. Qysh e fillon tani figurën e Titos, diktator, dikush e thot diktator, dikush pe këtu në nostalgjikëve pak të komunizmit duke shohin si till, a ka merita Tito për avancimin e drejtave shqiptarëve? Tash Tito ja ka ndërtu një shtet të bazuar në dy pole, në dy bloqe, në ato kroato-sloven dhe në ato serb. Ka diskutim që Tito ja ka qenë një si mirë i kombeve dhe i mentalitetit të Jugoslavëve në përgjithësi, pra kroatëve dhe slovenëve. Edhe derisa serbt gjithmonë kanë pas prirjen drejt administratës, drejt ushtrisë, drejt policisë, ai kanë ngjitur apetit. Dhe në të gjitha republikat këta kanë qenë dominues në këtë drejtim. Ndërsa kroato-sloven duke qenë pjesë e perëndimit çmoti dhe duke ditë rolin e ekonomisë, këta i ka avancuar në aspektin ekonomik. Dhe këtë balans Tito e ka ditë me mbajt më së miri. Dhe sa herë që ka pas problem me këtë pjesën e shovenizmit serb, agresionit shovenizmit serb, ajo e ka ballafaquar edhe shqiptarët. Dhe në këto zgjidhje në shpesh kemi përfituar. Okay. Nuk konsideroj që e ka bua ato nga zemërgjërsia, po nga politikani i mençur që ka qenë dhe që ka ditë me balancu dhe me mbajt Jugosllavinë ashtu siç ka qenë. Por krejt kjo nuk do të zgjaste gjithmonë. Edhe po të mos vdiste Titoja këto përplasjet kanë qenë të pashmangshme. Sepse është një kontradiktje thellë mes një ekonomie të zhvilluar dhe një ushtrie dhe policie në durë të tërkuj. Dhe këto herë do kur do të përplasëshin. Dhe ato u përplasën, dhe fillimisht, këta që e kishin ushtrinë dhe policinë avancun. Fillimisht, fitoret e para i korri shovenizmi serb. Mirë po, ekonomia e fort, gjithmonë ka përparësinë, s'pakun kohë, dhe ajo shumë shpejt u urimin kam, dhe erdhë kuel. Vetmit që mbetëm keq, ishim ne, që se kishim pas forcën, as ekonominë, dhe në mbetëm shumë keq. U duk interesant fakt kjo përshkrimin që ja bënë Titos dhe si ka mojt ai balancat. Në atë kohë kanë qenë disa lider të rëndësishëm shqiptarë që kanë marrë pjesë në atë shtet Jugosllavinë. Ka qenë Fadil Hoxha, Bakalli, Vllasi ma vonë, Sinan Hasani. Çfarë përshkrimi keni ju për këta? Do të thotë si keni po atëherë dhe si shihni sot për shembull rolin e Fadil Hoxhës ose Mahmud Bakallit? Po, gjithsesi. Tash përgjigjja gati është vetvetiu në atë kohë kur ata kanë qenë pushtet, unë kam qenë burg. Dhe është e kuptueshme që unë s'më pas një mendim të mirë për atë pjesë, por mendoj se cili veç e veç prap duhet trajtohet. Se ka personalitete edhe të asoj kohë që nuk i kanë bërë gjitha që kanë mund me i bërë gjithmonë, kam fjallën të këqija. Në këtë drejtim, kjo duhet shtrijet edhe deri te në punësit më të vegjën, me të cilë të në kam pasë dhe drejt për drejt, ata shumë shpesh janë silë dhe më keq se sa vetë inspektor të serbë. Janë silë për të shkakuj një grade. Kanë torturu, kanë maltretu, kanë me ardhë dhe i të një informatë dhe me shkute a i zëjtërije i vetë për të me marrë një gradë. Ma shumë i trajtojnë në këtë drejtim, do thotë si njerëz që kanë punu për vetën e vetë, interesin e vetë dhe interesin grupor, familjar, se sa që ka jenë mendu për atë dhejën, kombin, Kosovën, apo diçka. A ja u ke falë? Aty në që... Se di në vetë vete, jo vetëm për ata, po edhe për më vanshmit, edhe për sarbet, edhe për nuk rujni urrejtje, është çuditërisht. Kam pas këtë polemik edhe më bërk me shok, veç mos i takofsha, theshin shok. Nuk e ruaj atë urrejtje, nuk kam personale as pak disi, jo për tu treguar kush e diçka, po problemin gjithë kom trajtu si politik. Nuk kam problem politik me ta, gjithmonë kam thonë përmbysja e madhe, përmbysja dhe ata, fitoria, liria, prosperiteti i qytetarëve është për mu i vetë mjaftueshëm, se përse ta jem përpjekë dhe ka marrë me një, e kom trajtu kështu, nështë është... Jenë konë disa epitetet që të njitën, plehu i Kosovës, ka pas epitetet ndryshme, që jo fshatarësia po i bënë këtë gjona, sepse shtresa të rëbone. Unë kam pas drejt për drejt, madje akuzat personale që unë kur jam arrestu si student i elektroteknikut, dega elektronik, dhe njëri që së diki këtë faktike me këtë punë merren vetëm njerëzit e pa shkollë. Po dhe ka dominu. Aty që unë u shkollësha, shkojsha në shkollë, krejtë dhe u ballafaqum. Po kjo është gjithmonë për ta rrëzuar, eliminuar lehtë kundërshtarë.
e veçanërisht tek populli shqiptar, kjo ka pas shumë impakt për shkak që ne gjithmonë kemi vujt për një shkollim, për një arsim, dhe dashuria për te ka qenë shumë e madhe. Dhe kush se ka ato, gjithsesi duhet të urrehet. Dhe në këtë drejtim na kanë luftu, natyrisht na ka ardhur mirë, na ka ardhur shumë keq. Thonë plehu ose bire mi, të komi o 300 grashe e tjera, to kanë qenë shumë të rënda. A ishini ndonjëherë këta torturusit tuj atëherë? A ishini tash në barrugë? A folën edhe? Ej, fola ja. A i shona? Jo, s'ka ndodhë, më ka rasti edhe kom bisedu, madje që më ka ardhur shumë rëndë, për njërit për tyre më ka thonë që nuk du lejuja, du lejonja. Nuk du lejuja? Po, nuk du lejuja, ju një përpjek për bashkim me Shqipërinë. Nështë në 90-at pas një full. Se tash, në fakt, dule e juvja, dhe më thonë, mas pavarësis. Jo, edhe tash ata e thonë, se gjojë najna kom për pavarësi, najna kom për avancimi, ju një kom për bashkim, po, ju një kom për bashkim me Shqipërinë, edhe këtë drejtën më ka duk e rëndë. A ka qenë Jugoslavia, a kanë pësu, nëse një aktivist është dekonspiru, arrestu edhe është dërgu në polici, a kanë qenë tashpër edhe me familjartë, apo vetëm me personin cili u konsideru që i ka shke ligjin Jugoslavi këtu? Kjo thënë të vërtetën, Jugoslavia ose UDB-ja si forcë inteligjente ati shteti në këtë drejtim ka qenë shumë, të thënë, profesionale. Personalisht edhe të familja ime, po edhe të tjerët, nuk ka pas ndaj dhunë, nuk ka pas ndaj të gjitha që ka i kanë bo, mi kanë morë antarët e familjes, i kanë arrestu, po gjithmonë në funksion të zhvillimit hetimeve. Mu nuk më ka ndodhë, disa herë unë kam qenë i burgosur, nuk më ka ndodhë të më mondohë diçka, asë njëherë. Ata kanë desht të vërtetën, dhe vërteta i ka dosht për të nga godit ma tepër. Ata e kanë... Qësësi, ata kanë qenë profesional. Kanë qenë profesional dhe punën e kanë kryer në mënyrë profesionale. Unë i dëgjoj sot edhe shokët e mi që atëherë na kanë montu. Ju them sinqerisht e vërtet sa. Ato i kemi po. Ato kanë qenë kundër ligjeve jugoslave. Na kuptuat punë dhe kanë hime vetdije, besoj. Dhe i kanë bën ndaj familjes, unë personalisht më tepër nuk kam pas. Tash kanë mujtë ma letë me arë shprej ata që kanë qenë më afër pushtetit, si për punësime, si për çdo gjë tjetër, kjo është e padiskutueshme. Unë personalisht edhe kur kam dalë nga burgu, më kanë më huaj drejtën e fakultetit. Këto janë krejt në kuadër që asaj që ta eliminojmë armikun, të mos të lëmë të zgjerohet, mos të lëmë të krijoj lidhje. Kështu që për mu, ku janë për një shtet profesionale. Duhet me i bo shteti. Ma shumë interesant familja ju, zoti Kleinaku, pra komplet fizicient, shukriu, i strefi, ju, pra një shkenca teknike, pra nuk jeni letrar edhe e keni pa për mduket si proces për herë të parë ndështë apo pavarësia ose çlirimi si një proces ma shumë teknik se sa si romantik. Letrar të ngon LDK. Unë kërë kam baru shkollën e mesme, vllai i madh ka pas përfunduar fakultetin e maqinerisë. Dhe shumë është lutë atëherë me shku në Zagreb me kryu informatikën. Se akoma s'kishte në Prishtinë informatikë dhe shumë këna pas një bisedë në këtë drejtim me vllaun. Mirë, po unë i kisha fillet e para të organizimit. Veç sa isha inkuadru në Frontin Nacional Shqiptar. Ati nuk guxoja kurse si ti tregoja, dhe nuk kam pranu, nuk kam shku atje më shkollu, që po e lidhi me pyetjen tonë që, se di, vetë ju në hyri, ajo në familje, në hyri, në shoqëri, në hyri, si tip mode puna organizimit kundër Serbisë. Amo ju vazhdojnë dhe ajo ishte parsore, gjithsesi, po parsore e kishim aktivitetin kundër Serbisë. Kundër Serbisë. Po, dhe kjo tash teknik, mjekësi, apo letërsi, shoqëroret, nuk ka pas besoj në rëndësi. Një pyetje për gjeneratët të reja, po edhe për ndoshta më tjetër. Çfarë aktiviteti keni bëj ju për shkakun atë kohë? Konkretisht, çfarë aktiviteti? Po, pyetje shumë e vend se bajagi është absurde. Unë kam qenë antar i Frontit Nacional Shqiptar dhe nuk di t'ja përshkruaj vetvetes një aktivitet caktuar. Unë jam bërë antar i Frontit dhe kum lexu literaturë të ndaluar. Kaç ka qenë. Pra, dhe për lexim. Ma shumë si për përgatitje për ma vonë për diçka. Dhe po ishtë trajtu krejt si duhet juridikisht, unë vërtet më ka godit neni i organizimin, se unë jam organizu. Po problemi është që unë veç kom pas të bëj me propagandë dhe agitacionin.
Po, Trakte keni shpërndarë. trakte, një trakte këna shpërndar krejt atëherë, parullat si në kontë organizume nga jo, në këna shkru kështu individualisht, ajo është diçka tjetër, po nga organizata jo. Krejt këj aktivitet mund përmbyllet në frontin nacionalistar që kaqë. Është pa jagi absurde, ma dje unë në gjyq... Vishtë në të kujë ndukë mdoja këto. Ndukë mdoja, nuk kënë pak, po kryesorja jo, ku me ditë qka që me dohet, qka këna bo. S'pe glorifikoni kështu si... Po është kjo shumë e vërtet, unë në gjyq pa ta deklaru në 84-ën, me të vërtet kam qenë i ri, po merdh ashtu, Vojislav Shesheli u dënu atëherë për librin që kërkonte të titën të nxjerrin nga varri për ta gjykuar. Çka ju ka bëu populli sakt. Dhe u dënu një vit. Doktor i shkencës, shkruan libra për me dënue krijuesin e Jugosllavisë, dhe unë i mitur të gjyqit për i deklaraj. 18 vjeçar, pse kom lexuar një vepër tillë mu dënu 5 vjet. Po kjo është absurde. Cili ishte justifikimi i gjyqit? Jo, s'japshin përgjigje. Nuk jepshin përgjigje. A ke pas avokat në atë kohë? Jo, nuk kom pranu veç sipas detyrës zyrtare, ka qenë nisër. E më kthy pak mos i për diskutojmë këtë kohë 68-s, domethënë a kanë qenë edhe 68-a një farë inspirimi për krejt këto që kanë ndodhur për të të njëshën, për me ushqy këto organizatat ilegale. Se u pa që me gjithatë nëse ka organizim, arrihet. Kosova i patëshënu disa arritje në 68-ën. Tash gjithmonë do të me pas parasysh moshën time të atëhershme dhe inspirimi për tyre mu nuk nga orë fare. Unë asë që kom ditë që ka egzistu një 68. Asë ke ditë? Ja, unë më konë shumë i ri atëherë. Unë shumë demonstratat kur i kina bon në Obileqëm nësë kom ditë mira shka është parulla Kosova Republik. I kom dëgju për të rritërve, kom pa në demonstratat që më kërkohet, hajde kërkojmë edhe na. Po, ose, trepqa punon Beogradi i shfrytëzën, kjo dyshi këgja e kuptushme, po, asë këna qenë kreator tyre, asë këto i këna marrë të gatshme. Ju thash pak me parë që ditresh në politikë kriohen modat të tilla, ajo konë si një tip mode me konë kundër i të rinjve, kundër Serbisë, kundër sistemit, për Shqipërinë, për këngë patriotiki shumë i përcjellshëm tek njëri tjetri, televizionin e Shqipërisë dhe kjo ka qenë e tëra. Kështu që 68-a, do të ketë qenë inspirim për ata që kanë ditë, që kanë të bojnë dhe që kanë organizu. Na kanë qenë vetëm përcjellës, pasus dhe jo ma tepër. Pra Adem Demoqin? Po, për Ademin, po, Ademi ka qenë figure njohur edhe të na, si figure rezistencës, po jo ma tepër. Jo, për që kena ditë në vepra tyre, për shembull në vonë, e komora me lexuar Gjarpit e Gjakut, vonë, ko gjë vonë, domethënë 2-3. Se jo, po, si njëri i rezistencës, që po i rezistan Serbisë, edhe neve na ka mjaftu, Adem Demoqin e kemi se mbajnë dhe u kry. Kjo ka qenë. Kur largun nga LPK, kthehemi tash në terma konkret. Në fund të vitit 89 jam largu nga LPK-ja, do të thotë jam inkuadruar në mars të 89-s dhe jam largu diku në nëntor ose 10 orë të po atij viti. 6-7 muaj pas kënaqet këtë. Ashtu pravarësisht, për kjo ka ndodhur me rastin e vrasjes të Afrim Zhitis dhe Fari Fazliut. Unë në atë kohë kam kaluar në gjysmë ilegalitet. Ata kanë shfrytzuar të njoftime që i kom siguruar dhe ato kanë qenë të familjarëve të mi dhe unë edhe isha i burgosur politik dhe kam kaluar një farë gjysmë ilegaliteti, po organizata e LPK-s mori që do të thotë gjysmë ilegaliteti, Ani? Gjysmë ilegalitet do të thotë unë nuk jam fshehin tërsi, nuk kam fsheh identitetin, po nëpër qytet nuk kam dalë, kam shku, kam nejtë të afërmit, kam nejtë, po, do më thonë, paka shumë i fshehur, po jo plotësisht, po, kujdesi shumë të madh, jo në shtëpi, të afërmit, jo, të afërmit. Atë më ishin të afërmit? Jesusi, po. Edhe kjo kanë ndodhë në ndarja, dhe thotë prishja, kanë ndodhë, për shkak që tekon edhe të një pjesë e shokëve, filloje pak nasia me programin politik edhe mënyrën që ata shehnin mundësinë e çlirimit. Një pyetje, a duke vetja një farë Don Kishoti, një farë, pra teatër nënta, a duke pak i vetmum, a kishe shpresë një me ka mëndu diçka, apo i bëja ato përpjekjet vetëm sa hajt ta kryu në qëtë mision temin? Atëherë më ka duk Don Kishoti, më ka duk që jam të bëu diçka të jashtëzakonshme. Po tash kur e shoh them, qyshe kena mendu na me organizu e me mujtë Serbinë.
Tash kur I kthehena në retrospektiv, po atëherë jo, atëherë ka pas një moment. Nxehet me rrugë Jugosllavin. Gjithsesi. Dhe dëgjojt me. Dhe jam shumë I lumtur që një pjesë shumë e madhe asaj u realizu. Po habitna po them sinqerisht qysh. Ju ka rezultuar saktë në fakt ajo. Ai mendim që keni pas fakt ka dalë që një moment po I ktheve në retrospektiv. Po. Atë që nuk është shumë me sfidu. A ke ditë, po më sigurisht edhe e ke ditë, po tash retorikisht po të pyes sa furt ka qenë Jugosllavia, apo din. Tash, këto është problemi I idealeve, veçanërisht idealeve të trive. Madje edhe sulta quajmë ideal nëse ti e dritën në fund tunelit. Dritë s'she. Po. Veç atëherë është ideal. Po, Tuneli edhe ti hec thu ka me pa dritën, ka me pa dritën bindje ki ideal, dhe ideal ka ekzistuar tek ne. Po, është mirë që dul drita, po nuk është dok atëherë. Nëse s'ka pas kështu strukturë LPK-ja të saktë edhe adresë, kujt është dashur mia dorëheqjen, me thonë që jam këtu. Kush ka qenë personit me cilin kemi pas kontakt. Pra keni pas kontakt. Gjithsesi, gjithsesi. Po. Kush ka qenë kontakti juaj? Unë për shembull prap kam pas me Ramadan Avdiun, kemi njohur më herët. Në realitet jam antarësu kur jam dalë në LPK përmes Said Krasniqi, tash ai në Zvicër është, jeton atje. Kam bashkëshortar dhe ai ka qenë I pari që kam kontaktu. Pastaj Fari Fazliu, Afrim Xhitia, Fadil Vota dhe Ramadan Avdiu. Po këtë këta disa u vranë, disa I kenë jashtë, Bardhyli jashtë, Fadil Vota u vra, Afrim Xhitia u vra, edhe Fari Fazliu gjithë ranë, edhe kontakti mbeti me Ramadan Avdiu. Zoti një pyetje. Është përfolet shumë për një kuvent famshëm të LPK-s në Zvicër. Aty thuhet që Hashim Thaçi vjen shprehje si figurë brenda këtyre strukturave. Në fakt edhe merr drejtimin e LPK-s duke e lënë anash këtë gardën e vjetër. A jeni ndjeni të këtij zhvillimi që ka ndodhur në një ditë që ka pas një herë rolin o thec Hashim Thaçi në LPK. Hashim Thaçi I ka taku LPK-s edhe I ka taku pjesës të paknaqur të LPK-s, ka themelu UÇK-n. Na kemi pas kontakte para kur ata kanë qenë një grup këtë I vogël, ku 5 ka themelu UÇK-n tat. Po. Thaçi ka themelu. Bashkë themelues. Po ju konsideroni Thaçin njërin kryesor të themelimit. Kryesor, është kryesori. A është kryesor? Prej bërthomës të parë dim. Prej bërthomës të parë. Me kënd tjetër? Dhe ky, çka është e vërteta, është tregu mjeshtër, nuk I ka shkëput asnjëherë lidhet me LPK-n. Po nuk ka qenë kur në krye të LPK-s. Sepse konsiderajon, mund të jem gabim, po e ka lakmu dhe e ka qujt të nevojshme financën që e ka posedu LPK-ja. Dhe ato e ka shfryzu maksimalisht. Nuk ka qenë LPK. Nuk ka qenë strukturat udhëhecet LPK-s. S'ka periudhë të tillë. Ose spaku njohuritë e mia nuk shkojnë dhe aty. Problemet që ne kemi pas, ne si kemi themelu LKÇK në vitin 93, me njëherë njerëzit tonë të parë I kemi nis drejt Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Sepse ata kanë kryesor. Ata kanë qenë dy njerëz kryesor. Ata kanë kryer aksionin e parë në Drenas. Një pyetje tash më neutral je në këtë drejtim. Cili ma kryesorja? Thaçja Veseli, se është një pikë pyetje e madhe edhe këtu. Pra cilën e sheh si më thon, ma me pesh në këtë lëvizje. Nëse mundesh me Gjatë periudhës pas luftës është pa diskutuar me që është kriju Hashim Thaçi për shkak të pozicionit politik që kanë pas, po pavarësisht këta atëherë kanë qenë bukur të barabartë. Megjithse lidhen e parë me ilegalin dhe aty është çuditërisht në punën e ilegalitet. Ai që merr lidhen e parë është pak mazatni. Po. Të parën e ka pas Kadri Veseli. Atë parën e ka pas Kadri Veseli. Po, se Kadri Veseli edhe Raif Qela janë të afër. Edhe Raif Qela ka ndarsu Kadri Veselin dhe Hashim Thaçin. Këtë këto në LPK. Raif Qela dhe para tyne? Po, ç'se. Okej. Raif Qela është në burgos 79. 79. Po, pastaj Raifi tash është deputet në I LB-s. Fillimisht e LB-s. Po, je gazetar mos e bë këtë. Po në koalicion me grup parlamentar. Është grup parlamentar, operon grup parlamentar. Diçka më sqaru zoti Klinoku. Thatë se Hashim Thaçi ka qenë themelues I UÇK-s. Por me një grup. Kur u ndoq ky grup, edhe kush është antar tjerë që kanë vendosur me themelu UÇK-n edhe çfarë viti? Kjo është për shkak se ju në fakt kjo ju kanë mua nuk është
sen që mund ta mohoj në kështu. Është mbledhja e Maqedoninë një mbledhje që u mojt në So, mbledhja në Maqedoni për shembull mbledhjet e LPRK-s, materialet ekzistojnë, materialet na i kena kritiku, prandaj na themelusi LKÇK dhe s'mund të them ndryshe. Shiko këto materiale, arkivat LPRK-s. Gjykata speciale. I ka mund të ketë sveto kopjet, po për ndryshe i ka trashëgu Partia Socialiste ose Emrosh Xhemali, ato janë ekzistojnë të A gjitha. ekzistojnë që të kopja? Gjithsesi. Edhe në për ato materiale, kjo ish pse ne u prishim. Edhe po të kallëzoj natyrshëm ty Pra të vjen. 93-ën u prisht ju. Po. 93-ën e themelut, në Keçiken. Jo, jemi prishtë në vitin 90, edhe 90 kemi bo përpjekje deri 93. Po, veç natyrshmërinë e asaj çka po flas, ju lutem ta nxjerr. Okej. Tu mos u pajtu me atë pjesën që të LPRK-s, e cila po legalizohet dhe po bëhet si alternativa tjera, si LDK-ja, si partia fshatare, si partia Kush është te kjo pjesë parlamentare. e LPRK-s që ju su pajtut? Pra, kush e udhëheq te kjo pjesë? A ishin, si më thona, Zemsyla, Që su pajtun. që ju su pajtut me ta? Që su pajtun me ta, ka qenë Ramazan Avdiu, Xhavet Aziri, Azem Syla, Hidayet Hyseni, Xhavet Haliti. Xhavet Haliti ka qenë perëndim, Emrosh Xhemali perëndim, Ali Ahmetin Pra perëndim. ju su pajtut me këta, thatë që ju një po shëndrojnë alternativë. Nuk ish vetëm mos pajtim, na mos pajtimin tjetër të thellë kishim organizativ, na nuk doshëm u nështru aty që janë Zvitër, na doshëm u organizim. deshu këtu në teren. Fuqia me kanë këtu, edhe organizimi me kanë këtu. Po them natyrshmëria na del këtu i paqë to, se na këto vendime, këto i morën vendimet e para në LKÇK. Okej. E para nuk guxon askush dalë në perëndim pa e marrë lejen e Këshillit Përgjithshëm. Po, vendosëm në program shtyll kurrizore të programit që lufta është e domosdoshme dhe pashmangshme. Që nuk e kishte LPRK-ja. Që se kishte edhe kishun problemin që se kishte. Pra ju donit me radikalizu jetën politike dhe ushtarake. Gjithsesi, e quajmë kushtimisht radikalizim, po, do të Po përgatitem të për luftë armatose, përgatitur. po, do të Po, përgatitem dhe si të shumë i përgatitur. Si ishte as pak i përgatitur dhe o Sigurisht kur dul një lëvizje e re si LDK-ja që thoshte parojsen e arrijna na me mjete paqësore. Po, edhe këtu Parojsen politike. këtu dalin, po them prap natyrshëm, po që se i përbahemi të vërtetës. Okej. E cila është? Derisa LPRK-ja filloi të pacifizohej, lindi një pjesë e pak naqe që u shkput krejt. Po mbeti edhe një pjesë brenda, po që ishe pak naqne. Dhe ajo ka qenë e Hashim Thoqit dhe Kadri Veselit. pjesë që ka mbetë brenda. Brenda LPRK-s. Pra një është që dolet ju, Një që dolëm na u shkputëm dhe një që e rujti atë kohezionin brenda LPRK-s. Tu i pas Po, kundërshtit. Ty pas kundërshtit, edhe një thotë që me kompani që u rebelu edhe vendosin me radikalizu jetën. Ashtu, po. Ky mbetin LPRK dhe edhe pse i formun bërthamat e para, edhe këta ikën perëndim. Po kish njerëz që s'ikën perëndim dhe vazhdon këtu individualisht. Si Zahir Pajaziti, Hasan Ramadani, këto janë kanë strukturat të LPRK-s. LPRK-s. Po LPRK-ja në përgjithësi në prej 93-s u tërheq shpi Kosovë shumë. Dhe ndikimi i saj në Kosovë ra. Filloi ndikimi i LKÇK-s. Filloi ndikimi edhe për një shkak. Thamë parët që për luftë populli shumë i papërgatitur dhe na edhe këto e morëm me shkrytëm. Thamë është shumë i papërgatitur dhe na urgjentisht duhet me nxjerrë një gazetë. Dhe nxjerrëm gazetën, fillum ta nxjerrim gazetën Çirimi. Po këtu në Prishtinë në përbodrume të ndryshme, po këtu e nxjerrshëm, këtu e shtypshëm, këtu e shpërndajshëm, po. Dhe kjo ka zgjatur Sa kohë vjen shtypshëm? 4 vjet. 1500, 2000, 2500 A u shqip ka u shpëndoj ke falës? Jo, as falas, as mshetas. Mshetas. Ajo mshetas. një S'ka ka shitje, njerëzve veç mshetë, të edhe hynia, ek po, të hynia, s'ka po. të shitje, po. E tash ai leshi ato me sebef, e dini ku pelinit? Pavarësisht po. A, Dhe dinit thot, ku? Po, ten njerëz që mendojshme që shumë shpejt mund me u bë të rezistencës, mund me na u bashkangjit, Pra, është një po lloj dhe ndikimi sytje të në- gjithsesi, ta lexojnë, ta shohin, ta më shumë. Po edhe te personalitetet. Në kurse kena ana shkalu për shembull Ibrahim Rogovën, Recep Qosjen, intelektualet, ti kemi dërgu kati, po gjithmonë në fshehtësi dhe natën. Okej. Diskutojmë këto, a mendon që ka një dokument edhe një datë që flet për themelimin e UÇK-s? A ka diçka të shkruar, se kjo diskutohet shumë, edhe data zyrtare, dhe me thonë, këto aksionet që në bone për... Është një mbledhje u i mirit që u bë, është Jo, prandaj ato që ka ju them unë ju vjen natyrshëm që s'ka një datë tillë fare. Nuk ka një datë tillë se një grup shokësh ka vendosur po ndërmarrëm një aksion. As Dhe ka diçka të filluar. shkruar. Po jo, në asnjë mënyrë. Dhe na përfaqësues kur i dërguam me bisedu me këtë grup, ata na thanë troç,
Tha, na me letra nuk merrem. Aksionet Na ndaj me policisë- aksione me armë. Këto mund merren si dikun se fillim- na besojshin, kemu taku dikun, por kryesorja me Mund letra jo. merren si fillim i uçukës, i vetprimtarisë të uçukës. Mund të merren jo, po unë mendoj që Këto janë. këto rezultuan me një deklarat, edhe pse dëvënuan në dhjetor të vitit 93, ka dalë komunikata e parë nga Shkupi. Në dhjetor? Ose në janar 94. 94. Mundet 94, po kjo mu më jap me kuptu që është përgatit pak për ma para. Po kryesorja është vanu, po ka dalë. Dhe ka dalë për herë të parë që na kena has uçkëja. Komunikata e parë, cila ka marrë përsipër aksionin e para 6 muajve në Glogov. Në Glogov. Kjo ka qenë. Në cilin ka marrë pjesë edhe vetë Hashim Thoqi Kadri Veseli. Vetë Hashim Thoqi Kadri Veseli edhe tjertë. E të LKSH-ja, do me thonë, 93-ën, gati 4 vjetë më herët LDK-ja, a pse nuk ju joshi ajo ombrella e madhe, do me thonë, LDK, ose a njehni ndonjë person që ka qenë në LPK e që ka përfundu në LDK, apo s'ka t'il? Jo, ka t'il, po janë shumica. Janë shumica në LPK, së është me Hidajete, me Gani Syli, me Tajreze, me Jakub Krasniqe, me Gani Krasniqe, me... Thuj se gjithë. Që janë dhe 97 Po, thuj se kundar gjithë. prej LDK-s. 97 ose 8, po. Rambuje, po thuj se shumica. Dhe që na atëherë, s'paku atëherë konsideroj edhe sot, na kanë bërë shumë dëmë Thonë që tronë. kur keni njëherë në parë, zë Klinoku. E këto përandaj unë me Raifin kam qenë shumë shokingush dhe unë kom pas fatin kum një që nga fillimi. Dhe me thonë që nga fillimi unë i kum ditë një mëkon këto procese dhe na këna ndërgu më njëra Raif Qelin për bashkëpunim me grupet cilat donin të luftonin. Se na s'paku konsiderojshim që jemi në një rrugën e luftës. Pavarësisht që supajtoshmi me mënyrën e zhvillimit të asaj lufte. Dhe kryesorja e atij mos pajtimi është që tek fjala që na jemi pa përgatitur si popull për luftë. Na mu jeshtim popullin luftë, po populli nuk e përgatitur dhe njësër na mbyll derën krejt. A ishte vërtet i pa përgatitur në populli? Totalisht i pa përgatitur. Në këtë pa përgatitjet popullit për luftë kanë ndiku shumë lidhja demokratike. Dhe këtu në shoh të metën e madhe të lidhjes demokratike. Pacifizimi i plot Pacifizimi i domethënë popullit, njerëzve. do thotë, për krijojnë LDK-ja një shpirt të nënshtrues tek qytetarë. LDK-ja ka rrëfimin që një luftë e hershme kish me shkatru përfundimisht popullin shqiptar, sepse do të barte i konflikti i Kroacisë dhe i Bosnjës në Po Kosovë. përveç kjo politikisht o naive, kjo nuk do të thotë me mbyt shpirtin luftarak. Ti nëse kur dush luftën, po përgatitet mos ish katra. Në anën tjetër ata thonë kopaskova që Jo, LDK-ja ata ka edhe- përgatitur për luftë. Jo, edhe na kanë ndjek. Jo, edhe na kanë ndjek. Personalisht edhe mu. Na Kanë pas ndjek njerin, LDK-ja. po, më na ndjek. Ekstremistët me i ndjek. Po, kanë pas sektorin e veçantë për ndjekjen e atyre që merren me ashtu quajtur ekstremistët që përgatiten për luftë. Pra ju i një rujt ka pak edhe për LDK-s. Po gjithsesi. Po këtu të tregojnë edhe raportet që ne kena pas me Bujar Bokoshin dhe i kena bisedu këtu. A keni Dhe ka pas ra- një raport me Verbokushin? Po, gjatë bile. Po. Po, Është interesant fakt këto që tha që LDK-ja mbyti e shpirtit luftarak njerëzve, pomit që kallëzojnë protestat të 89-ën ose më herët, derisa polici godiste protestues të kish që u ktheshin edhe e goditëshin policin, ndërkohë në 98 ndodhë këtë e kundërta. Polici goditëshin protestues vetëm hetshin rrugës, domethënë nuk Kjo më përpallë si aftësi më e madhe e shërbis, jo, jetësia jote. jo, po tregoj një insert, e keni dëgjuar të gjithë, po veç pak po e zbërthym e shohim që është krijuar shpirt. Duke hyrë nga Maqedonia, Ibrahim Rugova e ndalojnë policia dhe deklarata e Qikut ka qenë që vetëm fal gjak ftëhtësisë të presidentit Rugova se patën me vra. Do të thotë na duhet me ulkryt, duhet me kon gjak ftëft, se për ndryshin na vra. Gjaktësi historike. Ose pjo kallëzoj tjetrën, Hidayet Hyseni deklaroi që në opinion në këtë këto, kretisht ishëm në thëmë të qlirimit. Okej. E kemi pas një rubrikë shkurt, edhe këtë këto i marshmi dhe talshmi me këtë pjesë. Në nështrimin. Po, Hidayet Hyseni deklaroi që shembulli i Afrikës Jugut, thoshte, është më i miri për t'i bindur ekstremistët që edhe me paq bëhet. Populli priti 300 vjet, por që me paq. Pra, mi u bindë Po, ose, Po deklarat tjetër e i dajtë që mu 300 vjetë në histori nuk e shumë. Se do Na thonë- këna kalu dhe 500 vjetë. nuk e di për Afrikën e Jugut, për ne e shumë. Po thoni që me këtë elaborim ke mujtë i pëlqy Rugovës më shumë. Qysha me himë qef. Edhe, ose tjetra, populli i pa dy rrugë. Ose rrugën e nënshtrimit, ose të luftës. Po na zgjodhëm tretën. I kishte dy, po ata kanë zgjedhur tretën. Një Çudi, kanë ku rrugën e e zbulon atë në tipi pingameri. Këtu ndoshta duken si shako.
Po këto vërtet kanë bo shpirtin e një populli. Na qysh atëherë kemi pas për shembull artikuj të ndryshëm për këtë punë në shlirim, njëra prej tyre titullin e ka pas nëse prongat fizike ne ka vendosur Serbia, prongat shpirtërore ne ka vendosur LDK-ja. Dhe kjo tregon gjithçka çka na. Po të vëzë tek Linoku tash unë në atë kohë kam qenë shumë tash me personalizuar veç pak. Kjo që thoshte LDK dhe Rugova ka qenë muzikë mirë për vesh. Pra unë si i ri ma shumë kisha qef mi besu LDK-s dhe Rugovës se sa juve, se lufta ishte kogja dhimbshme, ish probleme full me nona dhe mi thonë që po bëjmë luft. Po prandaj njerëzit organizohen për t'i sqaruar të tjerët se lufta është e dhimbshme. A keni komuniku në herë, a keni provu me komuniku me zotin Rugova në atë kohë? Po në se këna formu LKÇK-n, këna nxjerrë përfaqësuesin legal në Tiranë dhe këna vu kontaktet me të gjitha partitë politike. Kush ka qenë legale dhe Sejdi Veseli. Sejdi Veseli. Legale dhe ilegale. Me legalet këna taku me LDK-n, këna taku me Partinë Socialiste të Shqipërisë, me Partinë Demokratike të Shqipërisë, me të gjitha personalitetet edhe me Bujar Bukosh. Mirë po... Me cilën keni hasë mas shumë të mirë kuptim? Bujar Bukosh. Bujarin ju kam shtetë. Bujarin e kanë ataku në një fazë kur ai filloi edhe vetë mos pajtohet me Rrugovën. Me Rrugovën. Kur ka qenë kjo? Fillimi në 90-tave ose po më nej para luftës, si më thonë 3-4 vjet para luftës. Takimin e parë që e kam pas. Kjo është 95-ën. E ke taku personalisht. Sakt 95-ën. Po kur e kena bë përfaqësuesin legal, që ka qenë hera e parë që ilegalja bën përfaqësues legalisht i mbron pikpamjet e ilegales, tjerë na nuk dilshmi me emra në Sinn Feini që veçan në Ireland. Po na ato jena detyruar dhe kena bë atje në Shqipëri. Do të kontaktin e parë kur e kam bë me Bujar Bukoshin, ai ka filluar në farë forme gjithsesi me skepticizëm, të pyet çka mendon për LPRK-n, çka mendon për Ibrahim Rrugovën, çka mendon për Adem Demoçin e kënej. Dhe duke biseduar, më thotë atë që Ibrahim Rrugova është falni shprehje nuk po më përdora. Shprehja është i keq. Okej. Sa shkoj që një 60 vjet e di. Eufemizëm për atë. Kryesorja e dim në atë punë. E ka fyer në takim me ju, ose ju referu me përçmim. Po, jo vetëm me përçmim, po fyri rond. Po problemi është që ajo thë kjo edhe publikisht. Që nuk pajtohet dhe duhet mund. Kjo 95. Duhet kjo 95. Dhe na kanë hasni mirëkuptim shumë të parë. Po edhe kjo pak e çuditshme, nuk e njihshim si kryeminist fare. Unë gjithmonë kam thirr Bujar. Edhe në një moment po më pyeta një qeverinë e Kosovës. Jo kryeministri. Një qeverinë e Kosovës thash ti po më unë veç Bujar po të them. Ju lum bre pa. Shoqër që kem kësi djem. Shoqër që kem kësi djem po. Pra nuk u ofenduaj pe këtij fakti. Ja, në asnjë mënyrë do të kesh shumë mirë. Ai nuk ofendua dhe për faktive tjera që na nuk i kena fsheh para tij. Për shembull, më ka thonë, a ma jap një lidhje me anë të cilës na duhet me kontaktu dhe me të ndihmu. Thash po. Tha në Kosovë, thash në Kosovë. Pse në Kosovë? Thash se si besojmë. Pse s'na besoni? Plot njerëz të hutë s'keni vëna, as të nis puna. Tha ja shumë saktë. Tha më jap doni thash hiç në trojet pushtuar mos kërka. Tha dhe thash ta dhon në Shqipëri. Shqipëri më ta dhoni lidhje tjetër kon jo. Një provokim që ma ka bë, besoj të ka qenë doshta testi i fundit i tij. Ti tha je interesuar për financat? Shumë financat janë forma më e ulët e bashkëpunimit mes dikujt dhe dikujt. Financat është më e ulta. Na mujna me përfundu dhe më të ultën. Po bjen niveli. Niveli ka rro shumë. E tha shumë rregull. U kuptuam tha ai don tha ato tha në armatim. Edhe ma lehton tash son çokoladë as kam e blej me ato financa. Te jam armatim ose më financa e. Edhe u vendos ashtu. Me çto spajtohet do të thashë tash për financat, nëse nuk e di. Ka ndryshuar pikpamjet. Po kështu ka qenë e vërteta. E pse LPRK ose ky krahu ju që kes nuk e donte Bujar Bukoshin, pra fliste zi e terr edhe ka pas nonën tjetër. Ka dashur edhe ai. E ka dorë deri vonë. Kush ka dashur? LPRK. Edhe ka marr financa atje. Pe Bukushit. E ps. Po vonë kur këta veç fillun me shtrin dikimin. Dhe tregova çush ka qenë raportet hashim thashë me ta dhe dol deklarata e parë dikun ka dalë në 96-ën e LPRK-s që LPRK-ja dhe merrem me mend tash deklaron që kena themelun në 94 në LPRK. Po në 96-ën deklarata është e shkruar e zezan të bardhë që LPRK-ja e mbështet UÇK-n financiarisht, juridikisht dhe politikisht. Ty e thu këto për ato që ke këtu. Ata kanë pas fondin vendimin. Dhe na kena dalë me një numër të jashtëzakonshëm dhe kena akuzuar rand këtë shkresë të. Pse akuzuat ju? E akuzuam sepse deklaronim edhe mendojmë që kemi pas drejt që kështu mund ta thotë një organizatë rumunëve, bullgarëve, e kujdo një kombi tjetër, po jo shqiptarëve. Pra ju merr se si kem pse me mbështet juridikisht financiarisht, po duhet më bëj pjesë e saj dhe duhet më luftu.
Qatë detyrën e kena. Po, kjo mbështetje, jashtë me i takon një dikujt jashtëm, jo aty në të brendshëm. Nuk ka sot mercenar, jo më mbështet financiarisht, unë më luftu, s'ka kështu. Nuk ka kështu. Dhe na, qasi raporte nuk e na pranu, as me tas me kërkend. Na janë ofru edhe me para. Bile në këtë drejtim na kanë ofru edhe shtetet tjera, dhe edhe Irani. Ju ka ofru Irani? Po, përmes ambasadës në Tiranë. Po na, në këso raporte nuk kemi pranu me hyjë asnjëherë. Pra ndomi u që kesë me Bujar Bukushin, ose lepër kesë me Bujar Bukushin është për aspekte financiare. Këta dashtë me marë komplet kontrolin e mjetëve. Ma shumë bajraktarizëm që bajraktarizëm. përfshin edhe ato. Po, do më thonë ndikimi i madh i fuqishëm që depërtoj shpejt u që kjo janë skenën politike, dhe në një farforme filloj ta kontrolloj skenën politike, këta u ndjen të kërcnum dhe fillun të formojnë farkun dhe kjo armiqësi lindi. Pra në vija trasha, rolin e Bukushit të sheni pozitiv në ndihmimin e luftës? Edhe pozitiv, edhe pjesë negative. Pozitiv që ka pas vërtet vullnetin me ndihmu ata që do me luftu. Okej. A ka dashur Po, çuditërisht po. Çuditërisht ma ka marrë mendja që është dashur me shku deri në fund dhe edhe pse kanë marrë bajrakun, po quajmë, pjesë e njerëzve që nuk e don, nuk është dashur me themelu farkun. Nuk është dashur me kriju një përçarje. Farku ka qenë një gabim. Në atë njëjtën situatë na kanë qenë shumë më mirë se farku. Forcat armatosur atë që kanë qenë situatë shumë më të mirë. Gati të barabarta me u çkën. Në 98-ën po flas. Zoti Klinoku, ka luftu farku apo jo? Nuk them që s'ka luftuar. Gjithsesi ka edhe betejë të farkut. Unë njoh edhe personalisht ushtar të farkut që janë shumë njerëz të mirë. Shumë njerëz, po unë po them politikisht ka qenë një gabim. Ka qenë një përçarje. Shumë e panevojshme. Shumë e panevojshme. Po kush pat faj, a paten faj këta që edhe kur si na pajtu. I kena bashku. Vjen momenti që politikisht kena mu për ball prap. Po tash, ball për ball Serbis. Nuk po na lejohet komoditeti i shpërndarjes forcave. Na kështu kena mendu, kështu edhe kena vepru. Na dhe atëherë kena qenë bukur shumë në armiqësi me pjesën e LPRK-s. Mirë, në momenti kur ka shpërthy lufta, leni janë armiqësit. Bashkohemi, vazhdojmë luftën, pastaj. A keni pas edhe ju grup t'juj, në fakt, që ka luftu të LKQK-s? Shumë në këna formu njësitet guerile. Dhe më thonë, cilat një farmyrë ka qenë... Prishtinës e këna formu njësitin guerile të Recep Males, ka qenë komandant Agran Rahmani, në Zavens komandant Agim Kuleta, ka qenë Fatmir Humolli, pjesë e ati grupit, Dylberbek. Kjo kanë operu në Prishtinë? Në Prishtinë. Po, tu kishëm në një ndryshim që na ma shumë ishëm pjesën urbane. Ka qenë edhe Liburni pjesë të në ekipeve? Liburni ka qenë pjesë e njësitit parë gueril. Edhe ka qenë shumë me vullnet. A keni veteran tash ma shumë një trefish se keni basur shtonë. Tash në veteran kem shumë pak. Për shembull unë Këta tjerë kanë ma shumë. Jo, jem më i sakt. Na ata që kanë qenë antar të LKQK-s dhe kanë qenë në strukturat e UÇK-s nuk i kena pas përdorur, na thonë kërkone pjesën e ju atje ku i nikon me UÇK. Edhe pse kanë qenë antar të LKQK-s. Po ka qenë një pjesë logjistikës, cila nuk ka po si të hyjë në këto lista dhe na kena menaxhu unë personalisht dhe Fadil Fazliu. Edhe nga ajo 60 aplikacione që i kena pas, na i kem 5 veteran. Se veteran na i kena konsideru veteran. E fundit për që... E tjertë ju, edhe pse na kanë bo vërtet na kanë bo presion, janë njerëz që na kanë ndihmu, jashtëzakonisht, po që nuk kanë luftu. S'kem qysh me trajtu ndrysh. Histeria ka njerë shumë e madhe, zhurma shumë e madhe për Bujar Bukushin, të pyetëm për presidentin historik Ibrahim Rugova, na mendoni që ka kontribu ma shumë për pavarësinë e Kosovës, apo e ka pengu këtë proces? Për pavarësinë ka pengu, apo ka ndihmu, është vështirë mi ju përgjigj, po unë ju kisha përgjigj që ai ka qenë kundër luftës, ka pengu mobilizimin për luftë, ka pengu luftën e armatosur, që natyrisht ka sjellë në pavarësi. Po kur nuk pajtohuna me atë pjesën që thojnë që ai edhe ka pas edhe qëllimet e këqija, nuk është ashtu. Pra s'ka pas qëllimet e këqija, ka pas vetëm... Në një mënyrë, s'munësh me gjetë një grimz fakti ose elementi në drejtim, bot kuptimi ti ka qenë, bot kuptim ndoshta i ushqyër nga jashtë, ndoshta ajo po sigurisht, ajo e thotë edhe vetë, e pranon në intervist, që madje edhe për krim të LDK-s, është personi amerikan që më ka sugjeru, dhe në ato rrethona, ai ka mendu që mas miri ndihmohet kombit duke mos luftu me atë politikën e tij pacifiste dhe me prit situatën kur intervenojnë ndërkombëtarët. Po nas këna pa mundësi heq të intervenimi ndërkombëtar, nëse na nuk jemi aktiv. Intelektualisht që keni konsideru si intelektual? Në letërsi shumë të madhe, në politik i dopt. I dopt.
Nuk di diçka, vizion, filozofi, politikë, ose thumë na të analizojmë, që ka pas në këtë drejtim. Rrugovizëm zdia keni mi. E tash ky rrugovizëm mund ta quajmë, po asnjë element të një sistemi të menduarit politik e filozofik nuk i ka. Nuk i ka asnjë element. Ose sinqerisht ju them, unë kisha pas që me kanë gabushëm se më mirë me pas edhe këtë pasuri kombëtare na po se kemi. Nuk ka një sistem të menduarit që përbën një filozofi me quajtë rrugovizëm. Nuk ka. E vetëm është ta ndalojmë popullin mos luftoj. Mbështetësit e thonë Ashtu s'do ke populli më luftu. liri. Tash ajo unë e lam si gjysa, i pëlqen shumicës dërmose se lufta është e keqe, lufta është e mirë, veç kuptimi që sjell lirin, sjell viktima, Kur kishim parasysh pamjet e Bosnjës Në së fakt, Hercegovinës. mbështetësit i referohen këto te rrugova, liri, pavarësi, demokraci, pavarësia plotë e Kosovës me lidhje speciale me Shqipërinë dhe Serbinë. Ka qenë Jo, e hapën ndaj e Shqipërisë. hapur ndaj Tash kena lidhje speciale. Ju lutem, kjo është e vëndshme. Kjo puna e pavarësisë e hapur ndaj Serbisë dhe Shqipërisë, që na thërthëshëm po na rrok në farë promoje në gazeta. Po kjo ka qenë e vëndshme. Punatisore ka dalë e hapur sidomos me Serbinë. Veç ju lutem, kjo si koncept edhe si kërkesë ka qenë shumë e vëndshme. Ibrahim Rugova fillimisht me Se fakt nuk këshillin ka pas mendim politik, në fakt kjo është një prej atyre që thonë mbështetësit e tij që ka qenë vizionar për shkak me atë liri pavarësi. Do ta bisedojmë, po nuk kjo po them është e vëndshme dhe e bisedojmë. Edhe si ka ardhur se në fillim Këshilli Koordinues i partive politike shqiptare ka pas këtë tjera opsione. Dhe besoj, i din 3 opsionet, nëse prishet, nëse nuk prishet Jugoslavia, Republike Shqiptarëve brenda Jugosllavisë, nëse prishen kufijt e brendshëm nëse prishen edhe të brendshmit veç krahina Republikë, nëse prishen të brendshmit Republika e Shqiptarëve në Jugosllavi, e nëse prishen të jashtëm bashkë me Shqipëri. Kto se ka përmbajt kush kërkuar. Kur që ka përmbajt askush. Dhe gradualisht, në pamundësi me bo diçka tjetër, në pamundësi edhe me një politikë paqësore që është po të mendojsh edhe me u shkuar, me u shlirue, me u bashkuar me, edhe po të vjen vetvetiu, po të vjen ty një farë, duhet me lyp një farë pavarësie, edhe madje edhe sipas raporteve të fundit të CIA-s, se na gjithmonë e kena akuzuar që kjo ka me përfundu në autonomi, edhe raporti i fundit i CIA-s na jep me kuptu që edhe përgatitjen e popullit e ka vënë për një lloj autonomie. Ajo çka si mohohet Rrugovës, ka qenë rezistenca e tij, ka pas jo shjet që të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë në 92-ën me Milan Panićin. Po janë ato elementet që tashun që s'na akuzojnë. Pra 96-ën ka pasur zona nga brenda që ai mediat që kanë shkruar që Perzojmë Miloševićin në 96-ën, të kujtohet ajo me opozitën kur protestonin në opozita. Pra ka qenë kokor, ka qenë kjo edhe implikume edhe me një aksion tonin. Draškovići i rriti shumë demonstratat dhe rriti milionësh, në atë shumë në një aksion. Vendosëm aksionin me godit një policin në Dardani në qendër. Po, dhe me kjo është fundi 95, fillimi 96. Jo, në fillimi 97. Fillimi Pak para unë Aksioni armatosur. e armatosur me Në Dardani? godit policin në Dardani në qendër në Kurriz. A mundi me na fol më shumë për këtë aksion? Po, Për shkakun unë s'pas na dëgju. Po, nuk e kena mbajt për ata. Po. Na i na tërheq për shkak demonstratave, se vrasja e 2 policëve konsideranëm që zbeh atje demonstratën se fiton Miloševići mbi demonstratën të tyre shqiptarët po na vrasin edhe ne dhe na u tërhoqëm atë. Nuk ka ndodhur aksioni. Aksioni nuk ka ndodhur dhe s'ke pasysh me dëgju. Përveç kush e kanë dëgju dyqi. Pas në aksion mbrana përpos a ka pas në aksion i juj mbrana Prishtinës, domethënë mbrana. Shumë, tani gjatë luftës se kështu e gjithë, se këtu nisi tona guerile këtu kanë operuar gjithë.